Kontaminoi me helm për minj kavanozat me ushqime për foshnjë. Arrestohet I dyshuari në Austri. Autoritetet austriake kanë arrestuar një 39 vjeçar të dyshuar për përpjekje shantazhi ndaj kompanisë gjermane të ushqimeve për fëmijë HIP në një rast që ka shkaktuar alarm ndërkombëtar për sigurinë e produkteve në treg. Sipas hetimeve I dyshuari ka kërkuar 2 milion euro nga kompania përmes një maili kërcënues ku paralajmëroi kontaminimin e produkteve. Mesazhi nuk ishte vënë re menjëherë nga kompania për shkak se kishte mbërritur në një adresë të përgjithshme. Hetimi I mori për masa ndërkombëtare pasi në disa shtete të Evropës qendrore u zbuluan kavanoza të kontaminuar me helm për minj përfshirë Austri, Republikën Çeke dhe Slovaki. Në Austri, autoritetet sekuestruan një produkt të dyshuar në një supermarket në Eisenstadt. Kompania HIP reagoi duke tërhequr menjëherë nga tregu produktet e prekura në Austri, ndërsa theksoi se prodhimi në Gjermani nuk është I prekur nga rasti. Policia gjermane dhe austriake po bashkëpunojnë për të zbardhur nëse bëhet fjala për një rast I izoluar apo për një rrjet më të gjerë të përfshirë në manipulimin e produkteve. Deri tani autoritetet konfirmojnë se nuk janë raportuar dëmtime shëndetësore tek konsumatorët.